kuadrin e informacioneve, do të kemi më shumë të dhëna në lidhje me një operacion të zhvilluar nga policia, e cila kishte si qëllim pikërisht goditjen e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Por janë detajet cilat më shumë do të na japë Esido Barkaj në një komunikim të drejtë për drejtë që do të kemi në këto momente. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Bregena dhe Flori, në fakt ditën e djeshme është finalizuar një tjetër operacion nga antidroga e Tiranës, ku 3 persona kanë përfunduar në pranga, konkretisht Alban Kopaçi 32 vjeç, Elvi Meta 26 vjeç, si dhe 33 vjeçari Ik Vicane akuzohen për trafik të lëndëve narkotike. Në fakt ato të paktën sipas hetimeve kishin si rol kryesor furnizues të kokainës në disa pika të ndryshme të kryeqytetit, për asiguronin lëndë narkotike të llojit kokainë dhe lëndë të tjera narkotike të forta, por dhe kanabis, dhe më pas i shpërndanin ato tek shitësit e tjerë. Kryesisht ato operonin në zonën e ish-bllokut, por dhe në zona të tjera të frekuentuara të jetës së natës në kryeqytet. Të paktën hetimet policore shprehen se prej më shumë se 2 vitesh këta të rinj pra ishin të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike, duke patur rolin e tyre si furnizues. Në fakt kanë qenë le të themi informacionet sekrete policore të cilet kanë nxjerrë në pa rolin e 3 të rinjve të përfshirë në trafikun e drogës, dhe të paktën gjatë 2 javëve të fundit agjentet antidrogës i ka majtur nën vëzhgim 3 persona tashmë të arrestuar, duke monitoruar çdo lëvizje të tyre, komunikim të tyre, në mënyrë që të arrihet pra me sukses finalizimi i operacionit. Në momentin që kanë ndërhyrë agjentet e antidrogës në bashkëpunim me forcat operacionale të policisë së Tiranës në një parkim dhe në një zonë garash në afërsi të rreth rrotullimit të Saukut, menjëherë pra në makinën e 3 të rinjve, me një i cili në fakt drejtohej nga Alban Kopaçi, është gjetur më shumë se 1 kilogram kokainë. Ndërkohë në banesën e tyre janë gjetur shuma të konsiderueshme parash, të paktën siç bën me dije policia janë sekuestruar mbi 120.000 euro, 60 milion lekë të vjetra, 5.000 pound, si dhe 188.000 euro të tjera dhe sendet e tjera të kundërligjshme. Kuptoj që shumët e parave ka dyshimet e forta për policinë se janë përfituar nga trafiku i drogës. Në fakt, të paktën njëri për personave të arrestuar, konkretisht drejtuesi i mjetit Alban Kopaçi, rezulton me precedent të mëparshëm kriminal i dënuar po për drogë. Ajo që bie në sy në fakt është se këta 3 të rinj kryesisht kishin dhe bizneset e tjera, konkretisht të paktën njëri prej tyre ishte biznesmen në fushën e ndërtimit, ndërkohë një person tjetër nga personat arrestuar kishte një klinikë dentare. Pra, le të themi kishin biznese të tjera, të cilet kishin biznese fitimprurse në Tiranë, por nga ana tjetër ata ishin të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Jo vetëm kaq, por gjatë telefonave të tyre, të cilet tashmë janë sekuestruar nga policia, janë gjetur dhe mesazhet e tjera të cilet pra le të themi fundosin 3 të rinj sa i takon aktivitetit të tyre kriminal në trafikun e drogës. Antidroga e Tiranës ka dhe disa emra të tjerë, të paktën personat të cilët janë në shenjestrën e antidrogës, personat të cilët po verifikohen, pasi ka dyshimet e forta se janë përfshirë në le të themi furnizimin me kokainë, në bashkëpunim me 3 persona të arrestuar në disa pika të tjera kriminale, grupe pra të tjera më të vogla, të cilët shfrytëzonin rastet sa i takon bashkëpunimit me 3 të rinj për shpërndarjen e lëndëve narkotike. Prej tyre janë gjetur edhe municion luftarak apo jo, Esido, pra ka patur armë të cilat janë gjetur nga policia në momentin që është bërë edhe një kontroll. Po, Bregena, në fakt në banesën e Alban Kopaçit, antidroga gjeti një pistolet dhe një armë gjau, si dhe shumat e konsiderueshme të paras. Armët janë dërguar në fakt në laboratorin e ekspertizës të policisë shkencore për të parë nëse janë përdorur apo jo në krime të tjera, të paktën të shënuara gjatë kohëve të fundit. Megjithatë, kjo pritet një le të themi përgjigje e detajuar sa i takon policisë shkencore në vijim. Kishin precedent penal? Po, të paktën nga verifikimet paraprake, Alban Kopaçi rezulton me precedent kriminal sa i takon në fushën e narkotikeve, i dënuar më përpara, ndërsa 2 personat e tjerë të arrestuar nuk ishin me precedent penal. E qartë, aktivitet brenda Shqipërisë po flasim? Po, kishin një aktivitet brenda Shqipërisë, në fushën e ndërtimit dhe në një klinikë dentare. Ata kanë operuar vetëm në Shqipëri, nuk ka patur të dhëna që kanë qenë jashtë territorit të vendit tonë, po flasim për shpërndarjen e lëndëve narkotike apo precedenteve të tjerë penal. E kuptoj. Në fakt sa i takon aktivitetet e tyre kriminal në fushën e drogës, ata operonin vetëm në qytetin e Tiranës, konkretisht në zonën e ish-bllokut, në zonën e ish-parkut dhe në zonat e tjera. Kuptoj që janë zonat të cilet në fakt janë goditur dhe më përpara nga antidroga e Tiranës, kjo për shkak le të themi të numrit të madh të personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Kuptohet ose të paktën burimet shprehen se edhe vetë lënda narkotike, të cilet pra u sekuestruan në mjetin e 3 të rinjve, ishte siguruar në Tiranë, pra nuk është se e kishin marrë nga
qytetet e tjera siç kanë vepruar në rastet e tjera. Kjo ka ngritur dyshimet e forta për grupin e timor se janë dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, të cilët kanë arritur të sigurojnë pra le të themi sasinë e kokainës nga qytetet e tjera të Shqipërisë dhe më pas e dorëzonin tek tërë personat arrestuar, ku këta të fundit më pas e ndanin në doza më të vogla dhe e shpërndanin tek personat e tjerë. E qartë, si do nuk do të mbaj më gjatë, kam një pyetje të fundit, duke qenë se vazhdimisht në lidhjet tona të drejtë për drejta kemi raportuar për këto operacione të policisë. Duket sikur policia le të themi ka marrë një aksion të gjerë për të zbuluar dhe për t'i goditur, le të themi, këto grupe të cilat shpërndajnë lëndët narkotike. Për grupin për cilin po flasim këtë herë, ka patur indicia, apo ka qenë një kontroll rutinë dhe është në kuadër të gjitha këtyre operacioneve që po vinë të një pas njëshme për goditjen e shpërndarjes së lëndëve narkotike? Në fakt ka qenë një grup i cili ka qenë skeduar nga policia të paktën disa muaj më parë, kanë qenë informacione në rrugë operative ku policia është informuar se 3 persona të ri janë të përfshirë në trafikun e drogës dhe gjatë 2 javëve të fundit ose 3 javë të fundit agjentët antidrogës i kanë bashkuar çdo lëvizje të tyre duke ndjekur nga pas, por dhe me metoda proaktive, pra përmes përgjimeve të ambienteve dhe të telefonave të tyre. Megjithatë, indicet kanë qenë nga rrugët operative, pra nga burime policore të cilët kanë arritur që të sigurojnë të dhëna se 3 rinj të përfshirë në trafikun e kokainës. Nuk kanë patur le të themi lidhje për Alban Kopaci, Elvi Meta dhe Igri Canaj nuk rezultojnë të përfshirë në grupet e tjera kriminale që janë goditur më herët nga antidroga e Tiranës, pra janë grupet e cilat kanë funksionuar veshmas, megjithatë janë dhe personat e tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, të paktën 5 emra deri në këtë moment antidroga po i verifikon, ku kuptohet me metoda proaktive, pra po punohet për gjetjen e provave nëse këta personat e fundit e identiteti i tyre kuptohet nuk bëhet i ditur për shkak të hetimeve janë të përfshirë apo jo në skemën e shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe kryesisht të kokainës. E qartë, pra duket një operacion i cili ka qenë i mirë organizuar dhe jo rastësor kontrolli që policia ka bërë. Janë operacione në fakt brikena të cilat janë të ngjashme me operacionet e tjera të policisë dhe të antidrogës e Tiranës. Kuptohet që paktën dhe 3 të rinj kishin lënë një takim në një parkim privat në periferitë e Tiranës. Në fakt janë disa operacione të cilat janë goditur në periferitë e Tiranës në afërsi të rrethotullimit të Saukut. Kuptohet që grupet kriminale të cilat operojnë zakonisht me 1 ose me 2 automjete, kjo për shkak për të humbur vëmendjen e policisë nëse ata do të gjurmohen apo jo, dhe lën takimet e tyre në zonat periferike për të shmangur le të themi jo vetëm vëmendjes së policisë, por zgjedhin dhe vende të cilat mungojnë kamerat e sigurisë, kjo për faktin që mos të lënë gjurmë apo mos të filmohen në momentin që shkëmbejnë mallrat e tyre apo shumet e parave. Ajo që vjet re së fundmi në kryeqytet paktën e si do vjet reakcionet befasishme apo postobllogje të policisë, jo të atyre rrugore, por të policisë ndoshta edhe të antidrogës. Aksione këto të befasishme, kontrole të makinave, kontrole të personave fizikisht, nuk e di sa le themi të suksesshme kanë rezultuar dhe nëse ka pasur ndonjë të arrestuar i cili ndoshta ka qenë edhe në kërkim. Po Flori, në fakt sa i takon operacioneve blitz, pra ose le themi pikave të kontrollit, të cilët organizohen her pas here nga policia e Tiranës dhe jo vetëm, janë operacione në fakt të ndryshme nga ato që zhvillohen nga antidroga dhe konkretisht nga sektori kundër trafiqeve, për shkak sepse trafiqet kanë një lloj metodologjie pune ku duhet të gjurmojnë persona deri në momentin që të sigurohen, pra ku do të bëhet shkëmbimi i mallit ose në momentin që ato do të ndërhyjnë, pa do të jenë të sigurt që kanë sasi kokainë ose lëndë të tjera narkotike me vete tek persona që dyshohet. Sa i takon operacioneve ose aksioneve blitz, pikave të kontrollit, të cilët shpeshherë ngrihen nga policia, ato ngrihen për shkak të personave të cilët janë shpallur në kërkim ose kanë informacione që lëvizin njerëz të armatosur, konkretisht organizohen nga forcat e shqiponjave, por dhe nga komisariatet e Tiranës dhe kanë qenë le të themi në kthejtrat e policisë kanë rënë persona të cilët kanë qenë të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale, por gjithashtu edhe persona të cilët lëvizin të armatosur ose janë kapur në befasi nga policia me sasi lëndësh narkotike, por të konsumit minimal le të themi, pra nuk kanë qenë me sasi të mëdha. Shumë e qartë. Desido, të falenderojmë për gjitha detajet. Faleminderit Desido. Faleminderit.